Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar këtë të diel podcastin e radhës Flasim, ku është ndalur te vizitat që zhvilloi gjatë kësaj jave në Abu Dhabi dhe më pas në Athinë. Gjatë fjalës së tij, Rama e cilësoi vizitën në Abu Dhabi si një ndalesë me rëndësi për marrëdhënien ndërkombëtare të Shqipërisë, ku u takua me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Të javë pata një vizitë të shkurtër në Abu Dhabi dhe më pas edhe në Greqi. Dy dalesa që lidhen me dy aspekte të marrëdhënies dhe të pozicionit ndërkombëtar të Shqipërisë. Në Abu Dhabi shkova për të takuar një mik shumë të çmuar dhe të sprovuar të Shqipërisë e të shqiptarëve, por edhe një lider nga më të respektuarit sot botërisht që kam nderin ta konsideroj edhe mikun tim, presidentin Sheikh Mohammed bin Zayed, në një moment shumë të ndjeshëm për vendin e tij dhe për atë rajon të përfshirë në një konflikt si rezultat i sulmit ndaj regjimit kriminal të Teheranit. Ishte një vizitë solidariteti. Ndërsa sa i përket vizitës në Athinë, Rama bëri të ditur se ndalesa ishte një natyre tjetër me pozicionin e Shqipërisë dhe me dëshirën për ta parë vendin të përfaqësuar në nivelin më të lartë dhe për të dëgjuar qëndrimet dhe opinionet tona. Gjatë këtij takimi, dy liderët diskutuan mbi ecurinë e grupit të përbashkët të punës për zgjidhjen e çështjeve të mbartura mes dy vendeve. Ndalimi në Athinë ishte një natyre tjetër, po përsëri i lidhur me sa thash në kryet herës, me pozicionin e Shqipërisë dhe me dëshirën për ta parë Shqipërinë të përfaqësuar në nivelin më të lartë dhe për të dëgjuar qëndrimet dhe opinionet tona, posaçërisht në këtë rast, në një forum ekonomik me një reputacion dhe prestigj ndërkombëtar, ku për shkak të fqinjësisë dhe të historisë, Shqipëria kishte një vend të posaçëm në atë platformë ku diskutohen drejtimet kryesore të zhvillimit global, por dhe të atij rajonal dhe në këtë rast edhe të marrëdhënies me vendin fqinj. Shkova për të marrë pjesë në forum, por pata kënaqësinë që të pritesha nga kryeministri i Greqisë dhe një mik i vyer, Kyriakos Mitsotakis, me cilin bëm një bilans të ecurisë së punës së grupit përbashkët që kemi ngritur për t'i dhënë një herë mirë përgjigje të gjitha çështjeve të bartura dhe për ta çuar në një nivel të ri marrëdhënien ndërshtetërore mes Shqipërisë dhe Greqisë. Kryeministri u ndal edhe te çështja e njohur si paketa e maleve, një nismë që synon të rigjallërojë zonat malore dhe të nxjisë investimet. Sipas Ramës, programi ka ngjallur interes të madh dhe po tërheq vëmendjen e diasporës, e cila po e sheh Shqipërinë jo vetëm si vendlindjen, por edhe si mundësi konkrete për të investuar kursimet e tyre.